Fishta në Lezhë po kthehet rishtasi në një nga fshatrat më të frekuentuara për të apasionuarit pas natyrës, terrenit të butë, kulturës, traditave dhe kulinarisë. Duket se vetë turistët që frekuentojnë fshatin 15 km larg qytetit të Lezhës, po nxisin vendasit të investojnë për zhvillimin e turizmit. Të huaj që zgjedhin të përfshin fishtën në itinerarin e tyre të pushimeve të verës, vlerësojnë mikpritjen e vendasve, traditat dhe shijet e veçanta të gatimeve. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe mund të them se është vend i mrekullueshëm. Lexuam në internet për fishtën dhe vendosëm të ndalonim këtu. Kemi 2 ditë që qëndrojmë dhe po kalojmë shumë mirë. Njerëzit janë njerëz zakonisht mikpritës, natyra është e bukur dhe mbi të gjitha, ushqimi është shumë i shijshëm. Are we from New Zealand? Jam nga Zelanda e Re, pas një udhëtimi në Bullgari dëgjova për Shqipërinë dhe vendosa ta vizitoj. Kërkova në internet për një vend me natyrë, jetë në fermë dhe ushqim tradicional. Kështu zbulova fishtën dhe erdha këtu. Më pëlqen shumë dhe po kaloj një eksperiencë të mrekullueshme. Jam pritur shumë mirë këtu në Fisht. Banorët janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe shumë mikpritës. Më pëlqen jeta në fermë dhe po ndihmoj në mbjelljen e lopëve dhe të dhive, si dhe po kujdesem për kafshët së bashku me banorët e zonës. Është një përvojë shumë e veçantë për mua. Ushqimi këtu është i mrekullueshëm dhe ka një shije të veçantë. Kam 3 ditë që qëndroj në Fisht dhe jam shumë e kënaqur. Kisha dëgjuar më parë për këtë vend dhe vendosa të vi për ta vizituar. Nuk jam zgënjur, përkundrazi, po kaloj një eksperiencë shumë të bukur. Rritja e numrit të turistëve ka sjellë zhvillime edhe për ekonominë lokale. Vendasit kanë investuar vit pas viti në hapjen e bujtinave dhe strukturave akomoduese, të cilat sot presin vizitorë gjatë gjithë vitit. Turistët më shumë të këtë vit kanë qenë nga Gjermania, që janë kryesojnë, më pas janë nga Anglia, Australia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe shumë shtete të tjera. Një nga arsyet kryesore është mikpritja që Fishta ofron, restorantet e mira, natyra, punët e fshatit. Shumica e tyre duan edhe të futen tek punët e fshatit, të punojnë tek stalla, tek ferma, të shikojnë si bëhet djathi, apo edhe mëngjesi. Shumë prej tyre marrin pjesë tek përgatitja e mëngjesit, tek ushqimet, por edhe të shijojnë kohën në natyrë. Fishta mbetet modeli fshatrave shqiptar që kanë ditur të ringrihen vetë dhe të ndërtojnë të ardhmen përmes zhvillimit të turizmit, që veç natyrës mban dhe sjelljen e dorën e banorëve vendas që ofrojnë mikpritje dhe shijet e veçanta të gatimeve unike.